Detaje të reja kanë dalë nga ngjarja e rëndë e ndodhur një ditë më parë në Shkodër, ku 55 vjeçaria Bardhe Ziçi dyshohet se u vra nga bashkëshorti i saj, 62 vjeçari Shtjefën Ziçi. Policia ka ngritur si pjesë kryesore të hetimit xhelozinë mes çiftit, ndërsa burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se kamerat e sigurisë kanë fiksuar edhe momentet para krimit. Sipas hetimeve, 62 vjeçari i ka kërkuar bashkëshortes telefonin celular, çka ka sjellë një debat mes tyre. Pas debatit, Shtjefën Ziçi dyshohet se ka hyrë në banesë, ka marrë armën e gjahut që e posedonte me leje dhe ka qelluar ndaj bashkëshortes së tij, duke e lënë të vdekur në vend. Autori i dyshuar nuk është marrë ende në pyetje në mënyrë të plotë për shkak të gjendjes së tij psikologjike. Ndërkohë, mbrojtja e tij vijon të pretendojë se ngjarja ka qenë aksidentale, madje duke pretenduar se 62 vjeçari e kishte marrë armën për ta pastruar dhe nuk ishte në dieni se ajo ishte mbushur me fishek. Nisur nga provat e administruara deri më tani, përfshirë pamjet filmike dhe dëshmi të mbledhura, policia vijon të hetojë xhelozinë si motivin kryesor të krimit.